mëso ta dëgjosh zemrën e tjetrit, jo vetëm kur flet, por edhe kur hesht. Plaku ngriti syt nga toka dhe tha me një zë që vinte nga thellësia e kohës, kam njohur një burr dhe një grua që kishin mbi 40 vjet martesë. Nuk i dëgjoje të flisnin shumë me njëri tjetrin. Njerëzit mendonin se ishin ftohur, se nuk kishin më që të ndanin. Por unë i shikoja ndryshe, një ditë burri u kthye nga fusha me supet e rënduara dhe sytë e humbur. Nuk tha asnjë fjalë. U ul në prag dhe shikonte larg. Gruaja i solli ujë, por pa folur. I vendosi një batanie mbi supe dhe uli kokën pranë tij. Pas pak, ai filloi të qante në heshtje si një fëmijë që s'di si të flasë. E qara nuk kishte fjalë, por ajo grua e kuptoi gjithçka. Ai kishte humbur një mik të vjetër, por nuk dinte si ta shprehte dhimbjen. Ajo e dëgjoi jo me vesh, por me zemër. E shihni, tha plaku duke prekur gjoksin e tij, dashuria e vërtet nuk është gjithmonë me fjalë të bukura. Ndonjëherë ajo që ka më shumë rëndësi është të ndjesh heshtjen e dikujt dhe të jesh aty kur ai nuk ka fuqi të flasë.